Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E shkuara ime ka vdekur, unë kam vetëm 2 fëmijë. Bejskallaku thumbon ashpër Gjensila Myrtezajn. Bejskallaku është rikthyer sërish në qendër të vëmendjes publike, këtë herë përmes një rrëfimi. I ftuar në një intervistë me Grida Dumën, aktori foli e hapur për kapitujt e mbyllur të jetës së tij, përfshirë dhe divorcin me Gjensilën, një temë që vijon të ngjall interes. Pa hyrë në detaje personale, Besi u shpreh se e shkuara për të është një histori e mbyllur. Ai theksoi se është i përqendruar te e tashmja dhe te rruga që po ndërton sot, larg ngarkesave emocionale të së kaluarës. E shkuara ime është e vdekur, unë po jetoj të sotmen, tha ai duke nënvizuar se nuk e sheh veten si dikë të jashtëzakonshëm, por si një njerëz që ka lënë gjurmë pozitive në jetën e të tjerëve. Gjatë bisedës, aktori ndau mendimet e tij mbi zhgënjimet që ka përjetuar nga njerëzit që dikur i kishte pranë. Ai foli edhe për sakrificat dhe ndihmën që u ka dhënë njerëzve ndër vite, duke shtuar se jo gjithmonë mirësia kthehet në të njëjtën formë. Megjithatë, mesazhi i tij ishte i qartë: çdo natë, sado e gjatë jetë, përfundon me lindjen e diellit.